Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se erdhët në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. Sot e kemi një të ftuar që na ka nderuar me prezencën e tij këtu sot, zotëria Hajrush Srebrenica, një shkrimtar i njohur i letërsisë shqipe, i cili ka shkruar për histori shumë ndjeshme, për kikën legjendare e për shumë tema tjera. Kemi në studio zotëria Hajrush Srebrenica, mirë se erdhe. Mirë se gjej, ishte kënaqësi. Si po ndiheni sot në studion tonë? Mrekulli, gjithmonë kënaqësi të jem për studio dhe të prezantohen librat, edhe sidomos pjesën rinore, që ta dinë edhe këto vepra se për shka janë. A të fillojmë pak me fillimet e tua, si ka filluar kjo udhtim pra e shkruarja si letërsisë, gjithë kësaj veprimtaria me plot libra dhe po e shohim? Po, vujtjet e viteve të 90-80, dihen historia e shumë e rënë e popullit shqiptar në përgjithësi, po duke parë rrethonat se si po rrjedhen gjërat historike, qofshin aktuale, çka ishin aty në vitet 92-93 dikon edhe kam filluar të mirëm ka pak me mjete shkollore, dashë shitshë në për treg, në fletore, në laps, në dishka ndonjë libër aty këtu, po librat ka qenë shumë në ditë e ertë, që skuzesh, në po zeza, duke imbuluar me gjërat ndryshme, edhe atëve që më ka lind ideja, por me mujtë unë me jesë, mos mi nda libret. Kjo anëherë si libërshit, se pas taj kom fillu gradualisht, pas lufte edhe kom fillu të bëj shumë materiale dhe për me mujtë me ardë deri te veprat e tjera. A të fokusohemi pak tek libri i parë, a mund është me nga tregu gjithë shka për të? Po, libri parë është Kika një atje, vetëm Kika që po shkruan, po Kika është një emër specifik aty ku ndroi Shqipëria natyrale në tash Kosova lindore, komunë Kamenicës. Aty kam lindë, jam rritë edhe kam çdo detaj pe asoj lufte, pe atij vendi. Edhe është një vend i cili kanë jetuar 12 fise, në atë kohë kur na kanë shpënguar 1878 në Pesangjakut nishit Plitvica, edhe janë fokusuar kanë në brezin kufitar, me pretekst se gjojën do të rikthehen prap, të jemi afër kufirit, le të rikthehen prap. Po ajo nuk ka ndodhë që 12 fise kanë jetuar në atë vend, fjala Kik është një majë, një kodrinë, 1158 metra në altësia mbydetare, po aty u bën shumë luftra, qysh në vitin 1912, po edhe me e fuqishme që ka qenë, me 28 qershor edhe në vitit 1944 edhe me 26 korrik, 1944, 2 luftra shumë të ashpra, edhe kom shumë materiale të fuqishme për familjarëve, për vendit që aty kom lind, edhe më ka lind ideja që ta shkruaj s'pakon një librin e parë, bilën s'pako që la dishka thmime të mirë. Edhe fillova pas luftët të bëj materiale, tërtën 2013, në 2013 veç botova dhe librin e parë, po nuk u mendu që, unë mendimi im që do të ndalem atë të jolon, vetëm thmive të mijat vepër, po e poshtë që nuk po bon më ndale edhe jem shku tash po mentalisht i ka 27 të botuara edhe shumë tjera në dëshkim. Po pra, besoj që ti e ke botë pa mundërën edhe ke vazhdu e ke ndjek talentin tënd. A ke pas, ndoshta, a ke vrejt vetën që e ki talent me shkruaj që nga familja? Po, kur fillova unë për me shkruaj që librin e parë, më dëshka me shku edhe me pyet dikën atë për familjarët e tyne, apo se për heroj nuk fë, se heroj marrë më shamë Adem Jashara, i babe jeme dhe juve, i krejtve, nuk kom nevoj me pyet askënden, atë për te. Po, kur unë për çështje familjare, duhet me pyet. Po, aty ka qenë një Selman Vokshën, një intelektual shumë i fuqishëm, edhe po më thota, ti nuk guxon të ndalesh, ti do të ecësh, tha se ke talent edhe nuk guxon më ndalë. Ai tashmë është i ndjerë edhe faktikisht jam ka dhënë një frymëzim shumë të fuqishëm, se edhe ajo ka qenë shkrimtar, poet, shumë i fuqishëm, intelektual i madh në komunën e Gjilanit, edhe më thoi që mos u ndal, ec, se pas ke talent, unë edhe faktikisht që jo mundu sa do pak, edhe me ndihmën e shokëve tjerë, edhe kam arrit deri këtu, ku jam dikon rreth 1000 tituj poetik. Cilat kanë qenë ato vështirësit, ma të ndoja që i ke pas gjatë shkrimit librës parë, sepse pom që nuk je ndalë kështu, ko gjatë do ku, shumë vepra letrare. Po vështirësia nështë ajo që e ke marrë vullnetin për me shkru e tash si ndoj. Po janë sidomos ajo pjesa historike është pak ma specifike, thëma, dhe kështu ajo pjesa historike, shkaku që duhet me gjurmu shumë,
me lexu shumë, me gjërmu në për arkiva, në për librat ndryshme, pa marrë parasysh ku, në për shtëpi, në për lagje, në për fshatra, në për aty me gjërmu. Jo është normal që e ka atë specifikën e vetë dhe atë forcën e vetë, domethënë që duhet ma tepër me jo përkushtua aty, se për këtë çështje poetike ato janë diçka tjetër, ato lim frymëzime, shkruajnë një poezi apo diçka tjetër, por çështje historike shka janë pak më me vështirësi. Kam tash romanin Tivari, shembull të marr. Aty ka qenë babi jemi, ka ngarkuar të kufoma me dorë vetë, e ka çdo detaj fitina. Edhe domethënë është roman shumë i fuqishëm, i cili për momentin është i parë në trojë shqiptare. Instituti i Historisë Aliatit të Kosovës e ka vërtetuar, mas 6 muajve mu ka dhënë e drejta për me votuar. Edhe jam shumë i kënaqur që s'pako babi tem diçka i kum lënë, me tregu edhe botës që diçka ka pas atë, kom edhe ngjyra jetë romanin tjetër, që është i dha i kushtohet një nane që është nana ime, që i ka mbrojt Shqipërinë, ushtrinë shqiptare, që shka nërë në kufeja që për me mbrojt Shqipërinë natyrale, në atë kohë. A ka qenë emocionale kjo ndoshta me i shkru, këto dedikime? Po në mu ka desht pa tjetër për më nalë të këtu, që mos me zhdu këtë histori, mos me hup. E kënë di si obligim personal? Pa tjetër obligim e kom pa tjetër dhe këto tash shumë pjesëmarrë të shka në aktor, domethënë, po ma kërkojnë që të romanin në ngjyra jeti, edhe jo ku më ofrua, tash nuk e di, i kanë pjesën e vetë ata pjesa e aktrimit, që është një roman shumë i fuqishëm, që më të vërtetë ja vlen me bë edhe filma dhe seriale, pse ja edhe tjetër. Më thonë një pas një mendu këtë aspekt? Patjetër se po. Kjo për shkak ndoshta që edhe teknologjia ka avancu, edhe më mundu me përfshi pak ma shumë edhe librat, edhe ndoshta edhe interesimi pak për te libre, pas shikimit filmit kthehet edhe tek libre. Patjetër se po, po kjo nëse shikon një film, ti e ke lexuar një roman. Nëse e lexon një roman, e ke shikuar një film. Kjo është një, domethënë. Po, edhe faktikisht që jam detyruar për me qitë në libër, me bën një roman t'il. Tash për momentin unë botume i kam 3 romana që janë fuqishëm, tash e kam tjetrën, tash Babai Morgjimtarit ka titullin, akoma nuk ka dalë për shtypi, po së shpejti do të bëhet edhe ai, po shka rinia jonë që po na hupin sot. Edhe ja kom bërë titullin Babai Morgjimtarit, edhe me të vërtet është një roman shumë i fuqishëm, edhe ai do dalë së shpejti kësaj. Nësh me na tregu ndonjë informatë ekskluzive, diçka rreth përmbajtjes pak a shumë? Po patjetër se po. Po mua pak unë ka shtymu vajzën time kom Kanadë, edhe tash unë jam një prind sot, kur nuk e kam unë fëmijën tim afër veti, si mos ja shkruaj në rrugtimin e saj, në itineraren e saj, deri ku kam rri në Kanadë atje, edhe tash 7 vite nuk e kom pa fare. Edhe faktikisht që mu ka detyrua rrugtimi sajna, po edhe shumë rini tjerë, të cilët jo veç vajza ime, po faktikisht që na uzbrazë edhe shqiptaria në përgjithësi. Po prapë është shumë tema, më thonë temat e këtyre librave janë diçka që mund me prejkë se njëri edhe mund me po vetën të kaj libër, mund me shnu me to. Patjetër se po, se është për shembull se tash edhe itinerari çdo të ri sot. Po shkollohen, parsimohen, edhe për marrën rrugën e mërgimit. Edhe faktikisht që mu më ka detyrua ajo për me sa do pak, nëse mundet pak me stopirat, me thonë, më nëse ka edhe këtu kapacitete vendi jonë, ka resurse, ka mundet edhe këtu me jetu njeri. Shumë bukur, se jo pak, po edhe shumë bukur. A ke shkru edhe për rinin, dështë në plot librat e tu, cila ka qenë konkretisht ajo që e fokusun këtë temë? Po, jam mundu edhe sa do pak edhe për rinin në përgjësi, se jam poet edhe i fëmive, non vepre kam vetëm për fëmi, dhe po ta ham të drejtë, në atë plan se amre shpirti më shumë se sa në këtë vepra tjera. Se për të rritur në shkruj shka dush, të lezo më të lezo ple, ama për fëmi, do të në pas shumë kujdes. Të fëmija. është ndoshta edhe më e vështirë për me shkruani? Shumë më e vështirë, se do të me ranë në nivel të fëmijës, të për me mujtë mja ditë botën atë të fëmijës. Ne poetët, pëzosha, ma shumë mësojmë për fëmijës, se sa fëmija për neve.
Se në vetë rrugtimi tina, dhe orientimi tina, për shembull mu më orienton për me shku një poezi apo një vepër. Apo këton, në rrugë kur e shoh se si sillet, mu më orienton atë. Edhe faktikisht që duhet me rënë në nivel tyne për me mujtë me shkruajtë një libër për fëmijë. Atje, edhe non vepër e kam vetëm për fëmijë, po kam tash edhe për rininë e sodit që kthehemi pyetjes sone, kam për shembull romanin Në njët e kruë. Se si ka emigru një vajzë atje në atë kohë edhe si u dashëru në një gjallë të ri atje, si kam bo jetën e vetë, që kanë kalu jetën e vetë, më përgjësi edhe kom këto, për shembull edhe ilaçi shpirtit, edhe kjo që i kushtohet shumë pjesës rinore. Pra, kjo qenë ka edhe me poezi, pak më ndryshe? Po, me poezi, ka edhe tregim edhe me poezi. Kjo romani është në njët e kruë, është me, kështu, jo me poezi, po roman, e vërtet. Dhe ju bazon ngjarje të vërtet, që ka ndodhur një ngjarje vërtet se si u dashuroi një vajzë me një djalë atje dhe si kanë kalu jetën e tyre dhe gjatë rrugtimit tyne atë s'ka pas makina e këse, po kanë shku me kuaje, kanë kome, shkopodione për një fshatin tjetër, asje edhe si e kanë kalu rrugën, si e kanë kalu malet, provet, livadet atje dhe ka detyru për me shkru qëtë roman atje, po edhe jo veç kjo, po edhe ka shumë tjera, dëmonë që ma tepër më planë zemër shpirt edhe të rinia. Te këto librat me poezi, a ka ndonjë poezi që ja ke dediku një personi specifik? Po ka shumë. A kishe mujtë me lexu ndonjërin prej tyre që ne ki më për zemër? Patjetër se po, unë këtë ilaç i shpirtit s'ta jam kushtuar bashkëshortës time. E fatke që është unë gjanje tranë shëndetësore, edhe këtë libër unë jam kushtuar pothuaj se 70% asajna, po mos jam bash subjektive edhe kum bë edhe pak ka shumë me kompozita të tjera, edhe ja kum kushtuar asajna se pjesa e luftës që to i ka pasojat e veta çdo kush, edhe faktikisht ja kum kushtuar asajna. Pra pas një gjithë njetët, bashkëpunimit, patjetër. Përshta keni qenë shtylla mbrojtëse njëri tjetrit, dhe shpirti artistit e dënë ato të vetën që mi avusin e dhuratë dhe besoj aso i ka pëlqyer shumë. Patjetër se po. Unë faktikisht ata kam bashkëshorte apo nënë babë, se s'kam tjetër tash fëmijën po, mu kanë rritë, fëmija veç po, amo deri sa ka marrë deri te fëmija që mu kanë rritë, ata kom pas edhe krah gjatë dhe faktikisht që ju mundu sa do pak. Edhe me naj vepër, më naj diçka tjetër, me jallani për krah shumë fuqishme që me mujta edhe me pas një kënaqësi shpirtërore, edhe me ndi vetën ma të relaksuar, ma të lumtur edhe gjatë gjirit familjar. Ju jeni edhe gjësh, a keni përkushtu diçka edhe një parë dhe mbesave? Patjetër se po, unë jam 15 herë gjysh. Jam martu shumë në moshë të re, edhe me të vajzat po flas, vajza madhe në Kanadë ka 2 djemë, vajza vogël në Prizren ka 3 vajza, po edhe 4 djemë të mi, e kam 10 një pambesa në shtëpi, aty veç faktikisht që 15 kretë dhe jam shumë i lumtur me ta, shumë i kënaqur. Si gjyshi me një pa, ata edhe më frymëzojnë për me shkrua, për i baj në shkollë, i qoj për shkollë, i kthej të shkria, shumë ju kujdesna për ta, shumë ju rri afër, aty ju programoj jetën e vetë, edhe mundohna sa do pak. Po besoj, qenë ka një katrahur shumë e lezetshme atë, edhe nuk e dëgjon shumë shpesh këtë fjalin, 15 një pambesa, është ndoshta edhe ju ndihni shumë i plotësuar. Një kënaqësi shpirtërore se deri me 3 dhjetor 1978, veç 3 antar familje kam qenë, unë dhe babi mami. Po me 3 dhjetor atëherë ka ardhur dhe bashkëshortja time, jemi bë 4, edhe faktikisht në 18 janare 1970, kur unë ka lidhur dhe fëmia i parë vajzën që e kam në Kanadë, atëherë tash më ka plotësuar shtëpia, tash për momentin unë në shtëpi time jam 20 antar familje me një pamesa. A është e vërtet kjo fjalia ndoshta që nipin ose mbesën e donë më shumë se djalin apo vajzën? Po, është një kënaqësi shpirtërore që ma tepër ma afër e ke atë, domethënë se na nuk kemi ku më marr me vajza dhe me djemt të mi, me fëmijët mi. Vesh një rast për tregoj në tanën jam qenë mëngjes me shkum punë, deri në shtunën nuk e kam pa fëmijën e mia me ta kum fjet. Po.
Vogari tash jam çu herët më mëngjes, i kum lënë fjetën, jam marrë 12 natës për punë, ata i kum gjetë fjetën, më jo 10 dritën i pengojsha, edhe kështu që me ta kum fjetë edhe nuk i kum pa në javë ditë. Edhe s'kum pas kohën e më marrë me ta. Ata thmi ka eduku bashkëshortja ime, ata thmi ka eduku ajo, i ka qunë shkollë, i ka rregullu, unë isha në punë qëtër ka. Sot kam kohë më shumë më marrë me një pamesa, se jo maj lirë, nona vetë, baba i vetë, ata kam punë të veta, e unë kam kohë, më i qojnë shkollë, këtej për shkollë, mirëna me ta gjysh qëmë park, qëmë në qytet, qëmë në për teatra, qëmë dikon, unë edhe shkoj mas tyne, pse jo. Në punë janë shumë mirë, përshojnë shumë të lidhon. Në për kurse ndryshme, në për asë, nuk më pengojnë fare, ka dikosh atë, po më pengojnë mija, po më pengojnë, që nuk më pengojnë fare, asë, edhe mundohen asa do pak një najtë afarat, edhe ishte e gjej knarësinë e shpirtit me ta. Po, a ju merë aty në mali për ty? Të me thonë, ata i keni në shpe, po do i shkojnë për shkolla, e kështu? Pa tjetër se po, kur shkoj të shpia, ata në koridora, gjyshi, edhe ata shkajnë ma të vogël atje mundohen, një lodër, një tajt, një dishka aty, ma të vogël, ta të rritët, si që dhe në atë fazën e vetë, që shë ka në atë fazën e vetë, atë knarësin e shpirtit vetë dhe mënë, asë edhe nëse janë për telefona në libra, gjyshi aty, asë edhe, aty e gjej edhe një farë frëmzimit, them aty, një farë knarësin e shpirtit. Po besoj që dhe ata kalojnë mirë me një tjetër, ndëpse kogan këzhan i kalablak fmi, po... Po, faktikisht janë në përshpijat veta, po ne jam gjështë, nuk jam ndamë për tyne, po këtan, ata janë normal që po edhe në shpe, atë rrinë bashkë, nuk kem atë djemët edhe nuset, nuk kemi ndamë dishka që me hanë kështë dishka, bashkë rrinë, që që le planë në përshpijat veta, në banit veta, asë po, unë pyte që nuk kemi ndamë dishka, bashkë kemi kretë. Prapë se prapë, së do mos një patë mezot ata me një vashkin, që atë lodrat i kam bashkë, që atë ju marojt lodrat ndryshme që si sanë. Ju e përmanet që ju frymëzojnë shumë naj poezi konkrete për ta, a keni, dhe më thonë, ndoshta me emrin e njërit prej nipave. Po, pa tjetër se po... A mundesh me na lexu, pak për shikuesit tonë që besoj kanë shumë kurreshtja dhe pishojnë shumë libra në tavolinë, me shfletu njënin. Po, pa tjetër se po, këtu e pas në vesh një pej ty në të mire lullet me mustache, se poetet i mungo tema, shef një objekt, një lullet, një dishka, adin edhe trikthen me kohë, adin. A ju ka këthy kjo pak në fëmini? Po, normal se po, pa tjetër se po këtu e gjej frymëzimin. Se ato tjerat si tashme, ma ashtë si sfiti, amo kjo këtu e gjej frymëzimin. Këtu më knaqën, kur i shof një vatë meset, kur i shof fëmi në përshkolla, mojur letrare në përshkolla me thmi atë e gjej frymëzimin, atë knaqën. Asë, e një, që kjo para qenë ka qëtu në herët në mëngjes, në orët e hershme, atëhere në agem dëgjoja një zë, dikush trokitin e dritare, atë ishte një mek që e dua shumë, është shumë komik. Nga gjumi më zgjoj një bilbil në dritare, këngët të bukra duke kënduar, të lumtur me bëri edhe mua, kur da orë në mek, ti kënda këngët të bukura, kur mos pusho zemrën time ma shëra. Kam shumë pëzësham edhe poezi që kanë dalë në për qytet, edhe kanë dalë bova ki polici fëmijun, asë edhe ka bërë një foto me policin, do të bëna si polic, do të bëna si ushtar, do të bëna adin që kushtaj adin zmive, se faktikisht që njëve në mungo tema adin, edhe kur e shetë rikëthen me kohë adin, aty edhe mundohen asa dhe pak. Një rinu përsëri me lindjen e nipave dhe mbesave. Po edhe mundohen asa dhe pak, edhe aty në mi u plëcu dëshirat adin, sa shkaku që e kërkojnë edhe koha e kërkojnë edhe. Përmendëm dashurin për familjen, këto tek libri i Ilaçi i shpirtit, pra, a mundesh aty me na lexu një poezi shkakus që edhe mu kalon shumë bresa ai libër? Po, edhe ata mujë me lexu edhe në poezi, po pak janë më të rana se sa këto të fëmijëve, mu dhanë edhe jash faktikisht që te Ilaçi i shpirtit pak ma të rreqës po të shtenë me menu, cili është ta Ilaçi i shpirtit tamam? Po, normal që
E kom edhe titullin e një poezie, Ilaçi i shpirtit, se faktikisht që titull mirën pej titullet poetike, këto në Koportina. Kërkoja ilaçin e shpirtit tim, askund se gjeta. Shkova drejtim të kopshti, aty ilaçin e gjeta. Një lule era e tundi, e shpërndau aromën e saj, në drejtim timin ajo erdhi, thellë shpirtin tim ajo shpoj, zemrën time e shëroj. Në këto ditë vjeshte, po ikun të gjitha gjethet e malet, dimrin po e presin, lulet akoma janë të freskëta, sikur ditët pranvere. Koha po ikë me shpejtësi, dimri po afrohet, lulet po i tuboja, shpirtin tim ma shëroja. Ka shumë disa që i kushtohen edhe kohës, mundohen edhe kohës në pranverë, djeshtë, verë, dëmonë se cila... Pra me sezona, për më mund të tërnet? Se cila sezon e ka edhe atë specifikin e vetë, po, është në vide që për lule s'ka sezon. Edhe dimnit ka lule, i kemi mrena, edhe djeshtë, edhe në pranverë, edhe kudos. Lulet, sidomos, ato janë pa sezon. Do shta për ata dhe një luljeve së dhurat është gjesti më romantik që mund të bëni. Po për ata quhet lule. Për ata quhet lule. Lule është një simbolik cila të shëmëzën vetën, dëmonë e gjenë vetën dikun. Atë lullën kur t'i edhështë një dhurat një lulle dikujna, djetë që ja ke dhonë një knasi shpirtit, ja ke dhonë një emocion që të rikëthen edhe me kohën e aktuale të cilën dje. Edhe kjo që faktikisht që lulja ka atë mendësinë e vetë. Vetë dhe të ashtë mesazhin më të madhë. Pa tjetër se po. A mundem me fokusu pak të tash mënyra e shkrimit, që ka ndikon, pra, a ndikon përvoja, mosha, apo edhe do shta frymëzimin veprat e juja? Se unë përsho keni edhe shumë llojet veprave ndryshme me tematikat ndryshme, po edhe në format ndryshme të shkrimit. A mundesh me tregu këtë dallimin mes këtyre gjërave? Po, tash edhe mosha e bot vetëm pak, unë tash kom kohë ma tepër më marrë me shkrime, me këto, nuk është të mbarë në familja për meja, së mija, së kërkush edhe kom kohë ma tepër. Po kur kam një ide, kam një frymëzim, mblind një frymëzim për diçka edhin, pse mos me qinë letër. Po në momentalisht veç edhe marrë telefon apo kompjuterin e diçka edhe qes në letër. Nuk e lom në harres, që me harrua që atë pjesë që ka lind një ide apo një diçka edhin. Edhe kam kohë ma tepër më marrë me to, po tash duke po edhe rrethonat qofshin aktuale, politikën, qofshin shtetërore, qofshin në shkollore, qofshin rinore, qofshin pa marrë parasysh shka, edhe më rikthejnë një drejtim ndryshëm, dhe më honë edhe aty faktikisht që ndalem në atë vend, edhe aty marrë një shkrim, ose qof një poezi, qof një ese, qof një historiat, qof një roman, diçka që me të vërtet duhet mos t'i harrojmë këto farë vepra, të cilat janë aktuale për momentin. Cila është pra forma ma e vështirë që ti mendon që është më vështira për me shkru, pra romani dhe vjeçat, për përmendet edhe esejt, e krejt këto. Jo e keni një veprimtari ko gjatë gjerë të këtyre librave, cila ka qenë ndoshta më e vështira për mu shkru? Po, më e vështira tash për momentin është monografia. Së më vështirë me bërë të gjithë të rrethit, të cilët dërë me bëni monografi për një vend. E vështirë me përjetu ma për para bëni roman se sa një monografi. Aty pak ma problem, do të me gjërmu ma shumë me... Po është edhe tjetra në politikës aktuale është pak ma problema, do të me pas shumë kujdes se në cilin drejtim je orientuar. Këto është problemi. Pa tjetër, këto janë edhe këto sfidat e shkrimtarit, po cilat janë ato anë pozitive, që kënë pësoj që jo i keni po edhe i keni përjetu gjatë. Ne dojmë ato vetëm ato të mirë dhe të drejtën me qitë në libër, me qitë në barë. Edhe aty faktikisht që sot është pak ma vështirë për me mujtë me arë deri te ajoja, po nuk ndalme, ecëm, gjurmojmë, kjo. E përmendëm pra edhe shkrimin, po stili e shkrimit
tuaj. Çka dallon nga brezat e rinj tash që po shohim ka dhe shumë të rinj që janë shkrimtare, që besoj na bujnë krejt neve si shqiptar shumë krenar. Çka keni pa ndoshta dallime mes juve edhe veprave të tyre? Unë shkoj në për shumë shkolla, mor letrare, por edhe në për biblioteka, se me të vërtet kur i shoh rinin, duke orientu ka libri, qoftë një roman, qoftë një poezi, qoftë diçka, me të vërtet atë ndonë edhe frymëzohen edhe mushi shpirtin me plot energji. Kur i shoh rinin ashtu se po ka edhe shumë nxënësa shkollat fillore që kam botu edhe libra. Ka më knaqësi se ajo. Kur i ka 7 vjetë, 10 vjetë, 12 vjetë, për zëshamë ka shku njëse, ka shku poezi, ka të buë, ka bo një libër, se ka shumë raste kam që kemi hasë dhe zëshamë 10 vjetë, ka librin e vetë. Pa ka më knaqësi se aja, ka me të rikëthyë një gjallënon, aja të trinon. Që me dore, kur rinia këthejet se teknologjia për botë vetën tash, jetë në orientu shumica mas teknologjisë, po pak përsho që shumë gabim, po është të bashkë kjo pjesë e jetës, me kohën po thojnë. Po dhe këtu kemi pak, ndoshta na ndihmojnë edhe rrjetet sociale, unë i kom pa edhe shumë postimet juve, që edhe isha edhe promovimet e librave, shumë fotografi të shkrepura, fytyra, domethënë të buzëqeshura, shumë persona që për një me e mbështesin ka uzën e libret. Po, është edhe rrjetet sociale bojnë vetën normal, po me ditë edhe shka me këshyrë që atë në rrjetet sociale, me ditë që ka orientohet taj fëmija, ose me pas, sa do pak një kujdes ma qëtum, ka orientohet taj fëmi, apo orientohet ka veprat, ka libri, apo orientohet një orientim këtë tjetër, se në rrjetet sociale shka s'po qesë. Edhe bojnë vetën në rrjetet sociale, normal që është ajo, me të vërtet, na kanë ndihmu edhe shumë tash, varet për kohës tonë. Koha jo në vitin 1970, për zëshama dhe deri 90-ën, ka qenë një kohë, lirish mu i me hanë një kohë e artë, na kemi qenë pa telefona, pa ardhjete sociale, pa kur gjë, por gjithmonë kemi pas libri në afër. Po dhe jo libra ka të shumë, si kur tash. 3-4 libra, s'kemi pas ma shumë. Po që atu kanë qenë me një vlerë shumë të lartë. Votën të cilat na kanë orientuar një drejtim duhur. Sa i keni rujtë si sytë e ballit, një libër me pas, ja keni ditë shumë vleran. Pa tjetër, edhe faktikisht që nga kanë rikëthyër shumë në koha, dhe sot po i përmeni se me të vërtet ato nga kanë rujtë dhe vlera shumë më taja historike, që është në komtare, që është në historike, nga kanë rujtë ato kohë, atër s'ka pas rrjetet sociale, s'ka pas telefona, kur gjë, heq, azvetura, kam, me shku në shkollë, ka mos. A keni ndonjë libër të preferum? Jo që e keni shkru jo, edhe pse besoj që keni shumë preferum që e keni shkru jo, po ndonjë libër që ndoshta ja pat frymëzimin edhe shtytjen që jo me vazhdu me shkru, ndoshta ndonjë autor të preferum si shqiptar, po edhe ndërkombëtar. Pa tjetër se po autor ka ndryshëm, tash kuptohet me na autor ka, si cili ka dhe një drejtim vetin, se për shka, dikush shku në histori, dikush shku në poezi, dikush për zësham shku në ne, unë i kom pak sa ma të përzime një kashore, shkaku që më ka lidhë se ta shumë të tema e luftës kohës aty ku kam lindu në, edhe faktikisht që i kom shku, po, tash me vequ dishka, nuk është muj me thonë që me vequ cila libër me mira, dhe nëse, po tash, që kjo romanet i vare dhe ngjyra jete, të cilat ja këmë kushtu 2 prindëve të mi, këto janë për mua një peshë shumë e fuqishme. Një peshë se e kam përjetuar në ngjarje të cila është në këtë roman, edhe ajo më ka dhënë një peshë shumë të madhe, po ta në të drejten, e cilën jo mundu sa do pak me bajt atë peshë, se është një peshë shumë e rëndë. Po, këtë tjerat me poezi, 15 minuta, 20 minuta një poezi edhe kryet. Jo keni bu krenar, familjen e juve, mos pare prindrit, fëmijët, po ashtu deri tek nifat e mbesat. Prindë e hakër së një del kur, po sa do pak jo mundua pak, që leta djenë edhe diko që kemi pas dikon edhe na kanë regullu një infrastruktur të hemë. Në kanë regulluar kërudhën që ne me mujtë me i gra trenit sot.
Apo këton, këta, me atë vështërsitë e vetë, me atë mungesat e veta, me atë mjetet mungume, pa shkollum, pa hongër, pa pije dhe sa do pak na kanë orientu një drejtim të cilët ne sot jemi duke ecur në për infrastrukturën e tyne. Edhe ju mundu sa do pak bilën mos me harru që ato vepra tyne. Po mendoj që këto vepra kur s'kan më harru, edhe gjithmonë kam vetë librarit tona, edhe brez pas brezave, gjithmonë me ditë historinë e Kikës, edhe shumë vendeve tjera, shumë historive tjera, e kështu. Po mundohen sa do pak këto vepra mund më gjeta në për arkivat Kosovës, jo në për libraria, dikon për në për arkiva po, gjindën, se në për libraria nuk i biblioteka ndryshme i gjenë këtu, jo mundu sa do pak nuk mund me përshirë gjatërua shqiptare deri në Saran, po, nuk po ka hapësire madhe, nuk mund me përshirë gjata, po mund me gjërmue, po edhe ka në për sidomos në Prishtinë, Gjilan, Kamenici, kam qëtu ma afer. A me ndonimi përkthy librat e ju edhe në shumë gjuhë tjera? Pa jo është një andër e çdo shkrimtari kjo. Kjo po kushtet e sotit, po përshën edhe vetë që nuk po mujnë në me jesë shumë për para, po këtone e, po kjo është një andër e çdo shkrimtari. Që me mujtë me përkthy, sidomos pa kjo romanet e vare dhe Kosova dhe gjyra jetë e këto trija, këto janë që janë për botën ndërkombëtare, jo veç për neve, që le ta dinë e tërë bota se shka ka ndodhë të, shka ka pas më herët, edhe ku jemi ne sot. Nuk mundet me gjetë një plan tokë, me ngrit një lapidar dikon, se e ki përgjakën tërë tokën shqiptare. Tash, pse mos më përkthye edhe në përgjot huja, po kushtet tona na kanë stopu deri këtu. A mundesh me na tregu se qysh e merr ti frymëzimin për më ul edhe me shkru? E tregove ma herët që vini ideja të kështu në mënyrë randome, po nëse ti ulesh dhe shkruan, si është ai proces për juve? Po tash po jetë ti mungo tema. Tema se ta kish orientosh ti ka. Orientosh në drejtim asi, edhe në pjesën më të madhe për zoshama në mbrëmje ulna atë jo lexoj diçka ose shkruaj diçka ose ndonjë serial, ndonjë diçka, atë edhe më frymëzon që për me mujtë me shkruaj diçka, po më don me qit në letër dikun edhe nuk ndana, nuk shyrë për tjetër shka, ma shumë lexoj edhe marrë edhe autorë ndryshëm, shumë autorë ndryshëm, lexoj që me honë mos me najtë kotë të shvija me këshyrë diçka këtë tjetër, edhe aty vjen edhe frymëzimi për me shkru diçka, se të orienton një drejtim duar. Mund me gjetë vetën kudo mund me gjetë njeri vetën, edhe për me mujtë me bëhë diçka. Cili është autori juaj i preferuar i letërsisë shqiptare? Atë që kishë me thonë është më i dalluare. Po tash ka shumë, tash nëse me shku pëzëshama me emna, tash më erë të është se cili e ka një orientim vetën, dhe dritën vetën. Ki poet, për të mijet për marë shamë, Rifat Kukaj, ka një njeri shumë i madhë pëzëshama dhe adem për shkrimtarit mive. Ase, po tash deri të Ismail Kadareja, tash në djetë, na i kemi shumë shkrimtar, po ka qenë Idriza Jeti, pëzëshama akademiku i pari i truje shqiptare, cili vjen nga Gollaku Ana Medbegjes. Kjo ka shumë autorë, sidomos shqiptarë, pëzëshamat të cilët janë me të vërtet kanë lanë gjurmë në përgjësin e vepra tona të cilat ne sot po ecëm për rrugës tyne. Normal që thashtë në marë, mu më ka pejanës time, pjesës time atë, më ka dëtëru mu Selman Vokshi. Në pej gushtit vitit 1985, nuk ka pa me sy, po ka pa shumë largë me zemër, se ka qenë i vepër. Po, kur ke ullë me bisedu me te, ta ka dha notën qysh aty pa me sy hiq. Edhe më tha që mos të ndalë. Ti do të shkojsh në qitë dritim. Pra ende e ki këtë fjali të freskët në mendje gjithmonë? Pa tjetër se po, edhe kur nuk do të harroj këtë fjali tina. Se ajë më ka shtypë për mos më ndalën. Së ndoshta, ajtë, kisha ndalë, kisha ba veprën e parë, sa më ju lanë të mijet mi edhe kur gjë. Po më tha po gabon, ta më ndalë. Ase ki tha talent fort edhe hesu para. Edhe komar deri të 27 është botume, është 30 dhe që i kom po thuj se të gatshme. 30 të gatshme? Po, që edhe 2-3 veç mujnë shumë shpejti me. A mundesh me na tregu paka shumë këtë procesin e tyre, paka shumë
ku je frymzu për ato? Po linë njëna mas tjetërës. Njëna mas tjetërës. A ndodhë mi shkru 2 për një herë? Po, këtë 3 për më herë. Edhe faktikisht në vitin 2021, kur ke ko pandemije 2020, do më kur ke ko pandemije, u 5 vepra për një veri këmë botuë. Kisha ko, që ditën të shpia, ko pandemije, inshallah nuk këtë kura e kohë mo, po jo pas një shfridzu, këgja mirë. E konë shfridzu qatë periud, që kisha kohë ma tepër edhe aty duke pa televizione, duke lexuar, duke asë edhe jam shku për para. Tash i kam 3 për momentin, 2 i kam me poezi, romanën që tregohet babai mërgjimtarit për rinin ton, edhe ai së shpejti do del romani. Ai është shumë pak më i ran, po ja vlen për kohë. Ky romani i fundit, a keni ndonjë personazh më të veçuar që ju i pëlqen më shumë? Po, është qaj që ka së botua akoma, është babai mërgjimtare që ja ku kushtu edhe vajzës time që ja kam kanat. Apo gëton edhe gjithë rinis tonë që përna hubë. Po, këta 2 tash romanat është Tivari edhe Gjyra jete, të cilat edhe lektor, atë është edhe Zenela Irizi, të cilin dhe përshëndes, me një tim shumë qeshme ma ka dhanë, edhe këta 2 romana janë, me të vërtet, janë romana të cilat javlen edhe ti kesh do kush. Pra jo e keni pas sistem mbështetjes edhe shoqërinë këtë Po, pa tjetër, se kratë e njeriut që në shoqëria me fillët. Po. Njeriut nuk mund me fluturu pa kra. Po, kur i kish shoqëria me fillët, atë ti nuk mund me ngecë rezultate. Rezultate atëherë trego vetën. Po, edhe shpirtat artistik pak edhe e ka një magnet me zvete, kuptohen. Po, edhe njeri e gjenë vetën aty ku gjenë një gjutë përbashkë me diken. Unë faktikisht që me redaktorin Albert Gash edhe me lektorin Zenela Irizi, unë kum gjetë vetën aty dhe jom në shpirtin e tyne edhe atë antimin. Edhe në nuk mujme me vetë më rapa. Pra ju gjithmonë jeni në kondicion, pandashëm, edhe për veprat e tjera, profesor, e kanë ndoshta ndaj koment, ndihmojnë edhe pak për me pa një perspektiv tjetër? Pa tjetër se po. Do një kritik? Këtu vetëm një gjumë në ndarë në zetë. Normal që kemi edhe kritika, hasëm edhe në kritika. Si pranon e jo kritikat? Pa tjetër se po. Kur më thot pëzosha më redaktore apo lektore, te që tu, dalë u krye. Unë nuk e pësë për shka më dalë ti mu. Nuk e pësë për, sa e ka një arsye për shka më dalë. Po edhe unë kur të thëmë, mos shkot që edhe aji nuk më pytë për shka. Se u kam një arsye. Nëse du me tregu ose më tregon, a e di shka këtë tjetër, apo nuk duhe, nalë u kryma veti. Edhe faktikisht që kemi gjithë gjutë për bashkë, edhe për ata dhe kemi arri diri këtu. Cili ka që në mendimi për gjithë shumë, pra po besoj i familjes ka që i mbështetja gjithësëse, po edhe i shoqërisë në përgjithësi si kanë reagu kur i kanë lexuar librat e tu? Po familja është shtyti kryesor, kuptohet ajo. Se mos të ishin kanë ata, unë nuk isha sot ku jam këtu sot. Se atë ndihmën më të madhe, pëzosha me kam edhe për ty nësu tash ata mi kanë pagu familjar, në djelët e mi, në përgjësia edhe në këto vepra, këtu kanë një kostot vetën, edhe këta. Kur nuk më hasë që me hamë pse babë këto, ose po hargjohën ose dishka, veç aji e gashëm të për me bo një libra, apo dishka me botuë. Sa i përket rrethet kritika, normal që se cilin njeri ka preferencën e vetë. Se cilin njeri ka një... Po këmë pas raste pse nuk e ke shkru për zëshamë për qita. Ose pse duhet me shkru për qita. Ja kom spjegu që për qita u shkru. Atëherë kom binë për zëshamë që me të vërtet ja kom bleje për që e kom po qatë shkrim. Apo gota nëse. Po edhe nëse nuk e kom ditë, pëse nuk kom këtë regu. Edhe ka shumë gjëra që të cilat amo e kom gjithë gjurë përbashkë të se cilë edhe farë bashkësisht e kom rrugën hapër ku do që shkoj. Po besoj që gjithë jemi të knoqur për këtë aspekt edhe letërsia sot Kosovë, ndoshta edhe situata është pak e luhatur shkaku i mediave sociale, përmendëm, po jo se e shihni, a ka shpresë rinia për më kthy ka letërsia? Pak një rime. Duhet me marrë vetë vetën pak më kthy ka letërsia, ma tepër, që më kthy nga vendindja vetë sa atë gjenë frëmzimin, atë i gjenë krejta i kje në vendinën e vetë.
se jashtë ata nuk presin me lule atje. Aty në veç ju duhesh. As për njëri nuk konsiderojnë. Pra ju e keni Po, edhe ju pak duhesh. një plagë të hapur këto. Po, Edhe kam plagën për- shpirtën e. Që 7 vite se kum pa vajzën time. Këtu nuk ka mujtë ndoshta me gjetë vetën, para 15 vite, po tash atje e ka gjetë vetën. Po ata nuk e presin me lule atje. Shpeshherë kur fol me telefon me vajzën time, ajo, ja është në punë, ja është u gatu diçka, ja të këshy fëmijë, kufet mbesh, se nuk ka kohë as më ul me bisedu me prindin e vet. Shumë S'ka probleme, dhe 7 vite, shumë është, Ja është ndoshta një javë edhe është shumë larg pa e pa. 7 minuta mos me pa fëmijën, është rëndë, jo 7 vite. Po besoj edhe ajo ka mërzinë e njëjtë. Patjetër se po, patjetër se po. Po, me të vërtetë është një rënë, por nuk e Për di kjo prindin. rini, po mendojnë, pse mos më zhvillu vendi jonë këtu. Kemi na resurset tona, kemi vendit tonë, ma të bukur në botë, kemi kapacitetet tona që mujmë me jesna për para. Vetëm ta duim punën, duje punën, para interesit. Se kur qitet në interesit, para punën atë s'ka kvalitet. Po ta duim punën para interesit, edhe ta duim atë jonë se i huj kurri jote nuk të bëhat. Po pra edhe punat që e bën me qef, dikur nuk cilësohet edhe pak si punë. Dilum E faktikisht ke pak si hobi. Po, e kom edhe një farë si shkrimat të thëmë, puno dhe mendo dije që kur nuk do vdeksh. Puno dhe mendo dije që nesër do vdeksh. Ece tonën, ofrohet tonën, vizituhet tonën, mos e harra tonën se i huj kurri jote s'bohat. Heci mole lugje thera, prëje livade, puthe qave, gjumë, kur mos bosin gjumë me shekuj kime jetu. Shka do të thot aja? I lume a që le një vepër diçka, një le vepër të mirë, se koha u shumë e shkurtur, ecë shumë shpejt, po ta stopojmë kohën e ta mushëm me ta shfryzojmë kohën, se koha është shumë e qmume për se cilën njeri aj që e donë punën. Çfarë ju ka mësuar juve jeta personalisht gjatë shkrimit? Shumë. Shumë. Ndoshta edhe nuk e kom ditë vetën ku jam. Përsa, ndoshta edhe nuk e kom ditë vetën ku jam. Po kur e kom nisur në këtë drejtim, e këtë rrugtim, atëherë kom po vetën se ku jam. Edhe faktikisht që jo marrë deri këtu. A mendoni se shkrimtari e ka një farë përgjegjësie për shoqërinë përgjithësi, ndoshta një libër, një poezi, veç me lexu dikush tjetër, e ka një ndikim goxha të madh pikërisht ai person. Çfarë përgjegjësie ka shkrimtari? Patjetër se ka përgjegjësi edhe jo të vogël, por shumë të madhe ka përgjegjësi. Se nuk qitet çka do atë në për libra, në për vepra si. Ato ka dikush që e lexon, ka tash pe gjithë këtë pëzëshama një libër i ka dikun ma e vogla është 35-40 poezi, dashta krejt nuk pëlqenë, në gjatë normale, po bilën s'pako 10 për tyne, fatë për që është e pamujshme. E është një përgjithësi shumë e madhe, unë se qka po qes atë, që mos me mujtë me hash një kritik dikujna. Edhe tash njeri e gjenë bethen atë ku mundet. Edhe në kontinent betorinë me dalë me marrë një letër, mund me ndohë që me lezuat letër, mund me ndohë që bashkë atë e gjenë njeri vetën, e mos lasën për liber. Libri është i shejt, po tash se cili njeri ka atë preferencat e veta tash. A keni pas ndonjë periudhë lohatjeje ka shumë, ku keni pas tash një bllokim të mendimeve, pra kur thjesht s'keni mujt me vazhdu shkrimin për një kohë? Pej 2013 e teknina nuk muj me thënë që kum pas në farë blokade kur shë diçka adin. Normal që gjatë edhe jeta e bët vetëm punë të ditore adin mujt me të pengu ka paka, mu të nësi. Po jo, nuk kum pas në farë blokade kur shë disa të madhe, shkaku që kam ma tepër pak kohë tash, shkaku i punëve të përdishme, ma tepër kam pak kohë. Po normal që ka, jeta është sfidë, normal që ka me 2-3 muaj për zësha dhe që mund me jesë, nuk mund me shko, po shkon 2-3 javë një poezisë mund me qitë bëvaki, ka ndodhë edhe ajo. Po është një fenomen të shumë shkrimtarë, kom dëgju, kom pas rast me pas kitë bisedë me shumë shkrimtarë dhe shkrimtarë të reja, po ashtu ku do shta kanë një fazë, ku një javore, 2 javore, ku thjeshtë do të mu largu pak të libret, me pa në një perspektiv pak ma largë. Pa tjetër, pak me pushu edhe me fresku trunin pak, ka edhe 2-3 javë që se kom qitë asë një vargë bëva ki, mund me ndodha, e më orientur në orientim tjetër këtë familjes apo të punës, për deqme
ase jo nga libri, që me pushu edhe pak, me fresku trunin pak, është edhe ajo. Çka rekomandoni për këta shkrimtarë të rinj që po kanë këtë problem? Po mos më ju ndalë, se koha po të vetëm mos më ju ndalë, po edhe me pushime, pse jo, Do shta me vizita në natyre, për me ndum lullet? Me dalë me esë, me dalë në për natyrë, me dalë me shkuar në natyra, është frymëzim, se poet maj mirë mund me kona e bujku nara, që bane në malë, shkollë për poet nuk ka. Kërkon nuk ka që me honë vekry një shkollë më bo poet. Poet është talentin të avë zoti. Po kush mund me konë poeti maj madhe? A që bane në malë? Sa është i lidhën direkt me natyrën. Edhe për natyrën gjithë shka lindë. Edhe le del natyrë, le të hecin në për male, për livadhe, në për kofse të gjenë vetën dikon. I përmendëm edhe stinë, se s'la stini ka bukurit e vetas, dhe me thonë veç verës kër është moti mirë. Pa tjetër se po. Edhe stinë, si cila stinë ka bukurin e vetë. Edhe faktikisht që të orientom në qatë drejtim ku je sot. Jemi sot në vjesht, për të shkrymë për vjeshtën. Cilat si ka bukurit e veta vjeshta, për zë shamo, që ato qka janë qasoj kohë, që ati tremujoshi, po dimni ka të vetat, pranvera. Ta shmarëm shamo, një pëmë është dimni të mërme që i ka vdeka e pëma, po ta si të ne. Po në pranverë, shkar bukur, qka bëna e? Nuk e qëtë gjethet, as frytet, po i qëtë lullet. A ka ma bukurit se kjo? Edhe faktikisht orienton një drejtim duar, me kohën, me setin në kohë. Po edhe kër njeriu që është në poeta shkrimtar që shë vetën që një trojë ka ngarkesën psiqike, bën edhe pak mund më dalë, me pushu e 2-3 javë, edhe normal që prapë me vazhdu, po jo më ndalë zuzo. Pra jo edhe këtë mesazh ja kishë dhonë edhe trive, shkrimtarë të tri. Pa tjetër se po. Edhe kjo vlenë edhe, sidomos për pjesën rinore, i kisha lu që ma tepër të orientuar nga libri, pak më largë nga rjetët sociale, se libri është ma i fuqishëm se sa rjetët sociale. Se pe libri kanë dalë rjetët sociale. Pa lezu libri të nuk mund me orientu një drejtim duar. Faleminderit shumë që ishit me ne sot, në ndërrut me prezencën e juve, me gjithë të libra, i besoj shkum, i prekëm ko gjatë do detaje emocionale, po ashtu edhe do pikpamje të ardhmes cilat dohet mi pa njeri jo, definitivisht. Faleminderit ishte kënaqësia imja. Me të vërtet, mesazhi im kishte me qenë edhe më herë si tash të orientohen shama tepër afër librit, le të largohen për rrugët ngabume edhe për rrjetet sociale sa më shumë, e të orientohen nga libri edhe nga shkolla, se edhe të mbrojmë këtë rini, se kemi një rini të mrekullueshme, e kemi një rini që na ka lakmi bota, mos t'i hupëm këta rini edhe t'ia afrohem më afër veti. Ishte kënaqësia ime, faleminderit. Faleminderit shumë edhe për juve. Me respekt. Faleminderit dashur shikues që na ndoqët sot në Dita me ne, si gjithmonë në DTV Media. E mos harroni të na ndiqni nga hëna në të premte në ora 17, po ashtu edhe të na ndiqni në rrjetet tona sociale. Mirupafshim.